E ftuar në emisionin Big Brother VIP Fan Club ka qenë Amber, e cila përfundoi rrugtimin e saj të shtunën në Big Brother VIP Albania 4. Ajo u eliminua nga gara pas një nominimi përballë Laertit dhe Rozanës, pasi ishte Gerta ajo që me kutinë e Pandorës bëri këtë zgjedhje. Kjo ishte një eksperiencë e dytë brenda të njëjtit sezon për Amberin në Big Brother VIP, teksa herën e parë ajo doli nga shtëpia me vullnetin e saj. Amber u shpreh se ka kuptuar se brenda shtëpisë së Big Brother duhet futesh vetëm një herë, teksa tha se dinamikat kishin ndryshuar nga situata kur ajo doli në fillim. Sipas saj, Gerta ndihej e kërcënuar, prandaj e dërgoi në nominim. Mendoj se më dhimbshme ka qenë dalja e parë, sepse e thash edhe në studio para se të rihyja në atë shtëpi që është tik me 2 presa për faktin që unë shkova dhe gjeta lojtarë që kishin 2 muaj të izoluar, të lodhur, dhe dinamikat në shtëpi kishin ndryshuar, plus dhe personazhet me njëri tjetrin. Jo se e gjeta veten jashtë loje, por nuk ishte më ajo pjata e serviru që edhe ti të gjeje veten aty ku duhej. Duhej pak kohë, ka thënë ndër të tjera Amber.